Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Padyshim se nga momentet më të rëndësishme që duhet jemi të kujdesshëm, është momenti kur imami ka filluar hutbën e xumas në ditën e xumë. Prandaj disa veprime të cilat i bëjmë janë të gabuara, nga se të dëgjuarit e hutbës së xumas është obligative, dhe ne në momentin që fillon hutbja e xumas, duhet të ndërpresim të gjitha veprimet tjera që mund të jenë vullnetare. Qofshin ato fjalët të cilat mund t'i bëjmë, qofshin ato bisedat, qoftë edhe në heshtje, qofshin ato veprime sikurse namazi nafile, namazi vullnetar, apo qoftë ai edhe tehiyetul mesxhid, që është pra namazi i përshëndetjes së xhamis, qofshin ato edhe synetet e para të xumas që ndoshta nuk e kemi arritur për t'i falur. Shumë nga vëllezërit tanë e bëjnë këtë gabim, që ndoshta vonohen në ditën e xumë dhe kur vinë në xhami ato i falin 4 rekate pra synet të xumas. Dhe në ndërkohë imami ka filluar me hutbën e xumas. Një veprim i tillë është i gabuar, për arsye se në momentin kur ka filluar hutbja e xumas, prolongohen të gjitha veprimet tjera. Dhe ai i cili vjen në xhami, edhe nëse është me vonesë dhe nuk i ka falur synetet e xumas së parë, pra në këtë rast ai duhet të ulet në një vend dhe të dëgjojë hutbën me kujdes. Nga se momenti kur është duke u mbajtur hutbja, konsiderohet sikur jemi në namaz, dhe veprimet të cilat janë të ndaluara brenda namazit, janë të ndaluara të bëhen edhe në momentin kur është duke u mbajtur hutbja. Dhe përveç kësaj, gjatë momentit që mbahet hutbja e xumas, ne nuk duhet të bëjmë edhe dhikr. Për shembull të themi elhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, nuk duhet të bëjmë edhe lutje dua. Pse? Sepse krejt këto janë veprime të cilat mund t'i bëjmë edhe pas përfundimit të hutbës. Kurse në momentin që mbahet hutbja, as nuk folet as një fjalë, as nuk kryhet ndonjë ibadet tjetër, sepse dëgjimi i hutbës është obligim, dhe në momentin që ne respektojmë këtë obligim, ne konsiderohemi se vetëm jemi duke e kryer një ibadet, një urdhër që vjen nga Allahu i madhëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh i këshilloi shokët e tij sahabët e ndershëm, duke iu thënë, kur dikush i hyn në xhami dhe imami është në mimber, pra ka filluar hutbën e xumas, atëherë ai le të ulet në një vend, le të dëgjojë me kujdes hutbën, sepse në atë moment nuk ka më kohë për të falur namaz dhe nuk është momenti për të folur fjalë, pra duhet të hesht dhe të mos fal asnjë namaz tjetër, por me kujdes të dëgjojë hutbën e xumas. Derisa imami ta përfundoj pra ligjëratën apo hutbën e xumas. Pastaj shohim veprimet të cilat nuk i kemi kryer, nëse mund t'i plotësojmë pas përfundimit të hutbës, i plotësojmë. Dhe nëse jo, atëherë mbesin thjesht vepra nafile të cilat na kanë kaluar. Por në momentin që mbahet hutbja, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mos bëjmë asnjë veprim tjetër, vetëm se vetëm me kujdes ta dëgjojmë hutbën e xumas.